Presidenti Clinton në fund të telefonatës thot që adhuronte udhëheqjen e Zotit Thatchi. Ju kujtohet? Përgjigje. Po. Kjo është diçka që normalisht e thoshte presidenti Clinton. Pyetje, udhëheqësi kujt sipas jush? Përgjigje, udhëheqje është një term që përdoret për një person që merr një vendim të vështirë. Nuk kishte asnjë kuptim nga pikpamja juridike. Dhe sekretarja e shtetit, sipas këtij paragrafi, kuptohet në paragrafin 59, Albright nuk donte që të ndodhnin gabime. Prandaj të dërguan ty bashkë me Thatchi në Paris që të siguroheshe që të nënshkruante sepse ata ishin të shqetësuar. Ju kujtohet ta keni thënë zoti Rubin? Përgjigje, po. Pyetje. A mund më thoni cili ishte problemi? Pse ishin të shqetësuar? Kishin merak se mos I kishte ndodhur diçka zotit Thatchi ndërkohë, apo se mos ndryshonte mendje gjatë rrugës për në Paris? Përgjigje. Unë e di që Chris Hill nuk ishte shumë miqësor ndaj zotit Thatchi. E dija që Chris Hill do jepte disa shpjegime negative për sjelljen e tij. Dhe do të bënte komente pejorative, negative për zotin Thatchi, tek delegacioni amerikan, tek gazetarët, dhe mund të bënte këto komente edhe për senatorin Dole. Pra, qëndrimi nuk do të ishte që I shkreti zoti Thatchi se është fshehur, pra I tha, pse nuk është këtu kur kemi senatorin Dole këtu? Pse bën ai sikur është kreu një shteti? A pse bën sikur është një person I rëndësishëm? Unë isha në dieni që Chris Hill kishte një influencë të madhe në këtë situatë dhe unë do përpiqesha të thoya që po ka arsye pse nuk është këtu, mbase po vjen, mbase ka ngelur diku në bjeshk, mbase është në rrezik, unë nuk e di pse nuk është këtu. Ideja ishte që të shkojnë në Paris me të, sepse ma kërkoi ajo dhe më tha që ajo vetë nuk mund vitë çdo herë, dhe më tha nëse nuk do jem unë, të paktën do jesh ti, ta inkurajosh të bëj atë që më premtoi mua se do ta bënte. Sa I mua më ka thënë që nëse japim pak kohë shtesë mes Rambujës dhe Parisit, ai do të bënte të pamundurën që të merrte pëlqimin dhe të vinte të nënshkruante. Ky ishte një premtim që ma kishte bërë mua personalisht. Dhe ajo mendoi se mënyra më e mirë për të siguruar që do të nënshkruante ishte të shkonte me një person të cilit ishte premtuar këtë gjë. Dhe unë shkova, ai ishte gati të nënshkruante. Pra, përshkrimi që bënte zoti Chris për UÇK-n ishte sikur ata të ishin rrugaç. Dhe përdorte fjalë të tilla për t'i përshkruar në të lloj forme UÇK-n. Unë, kur kam udhëtuar me persona të tjerë, me zotin Hill, me personalitetet të tjera të larta, kam dëgjuar formulime të tilla. Dhe për shembull kam dëgjuar komente që reflektonin siç duhet zhvillimet e UÇK-s, por ndërkohë që Christopher Hill përdorte formulimet nga më të papranueshmet e mundshme. Pse nuk folët ju, si përfaqësuesi I shtetit amerikan dhe sekretarja Albright, pse nuk folët drejt për së drejti me zotin Demaci, po folët me zotin Thatchi, që ishte një vartë si ti dhe nuk ishte kompetenca dhe autoritetin për në shkruar marrëveshje. Përgjigje. Mendoj që ka pasur një arsye të fortë, e cila ishte se ne jemi takuar në Rambuje me delegacionin zyrtar të shqiptarëve të Kosovës. Ata do të ishin persona që do të nënshkruanin marrëveshjen. Zoti Thatchi ishte zgjedhur prej grupit në Rambuje si personi që do t'i drejtonte. Apo pika e kontaktit, ai do të ishte personi që do të nënshkruante. Dhe Madeleine Albright vendosi ta thërriste zotin Demaci në fund të bisedimeve, duke menduar që do ta ndihmonte kauzën për të njëjtën arsye që sapo thatë ju. Por zoti Hill
që ishte një prej personave që duhet na këshillonte lidhur me temën, ishte puna e tij. Ai nuk e konsideronte fare zotin Thaçi. Ishte shumë i pasjellshëm, mos e merrni atë person. Pse çoni kohën dom me të? Gjigje, e dëgjova këtë, por për mua kjo ishte thjesht propagandë. Pyetje, pra ndërkohë që ai po flet me antar të lartë me grada të UÇK-s, sipas ju zoti Çeku thjesht po bën propagandë, përgjigje ai po flet publikisht, kjo është një intervistë. Unë vlerësoj këtë si një deklaratë publike dhe kam dëgjuar shpesh përfaqësues të UÇK-s nga komunikata të ndryshme që silleshin sikur të kishte në një qeveri të përkohshme. Dhe unë shpjegova palve, nuk ka pasur qeveri të përkohshme, ne nuk takoheshim me qeveri të përkohshme, s'mund të kishte qeveri të përkohshme kur nuk ishte shtet, që s'kishte kontroll territorin e vet. S'mund të kishte qeveri në këtë kontekst. Aspironin të kishin një qeveri të përkohshme, po ai po përshkruan atë që do të dëgjoj bota, që ne jemi një shtet ushtarak dhe ne i raportojmë një qeverie civile. Sepse pikërisht kështu komunikohen vlerat demokratike. Ata bënin shtireshin sikur ishin më të organizuar se ç'ishin në realitet dhe përpiqeshin t'i komunikonin aktorëve perëndimor dhe të tjerëve se në fakt ata po operonin në bazë të parimeve demokratike dhe se kishin kontroll si civil.